Ruhuni nga ata që vinë me premtime një javë para zgjedhjeve. Mbajmë mend. Edi Ramën me premtimin e tij për 300.000 vende pune. Kur ka përzon 1.7 milion shqiptar. Për shëndetësi falas, që të gjithë e dim që falas jo, po as shëndetësi nuk e ka emrin më. Për legalizime, ndërkohë që problemi i legalizimeve, problemi pronave në tërësi është kthyer në gangrenën më të madhe pas korrupsionit për ekonominë shqiptare dhe një nga arsyet kryesore pse vendet e punës në vend që të shtohen paksohen, e pse rinia jonë e mrekullueshme shes si alternativë gjithmonë më shumë largimin në vend të qëndrimit në vendin e tyre. Por sot jam i inkurajuar, jo thjesht dhe vetëm nga pritja jashtëzakonisht e ngrohtë e qytetarisë shkodrane, e në veçanti e rinisë shkodrane, të cilën pa diskutim e shoh dhe si merit kryesore të kandidatëve tanë të mrekullueshëm dhe të marrjes dhe përvetësimit të tezave të programit ton si shpresë për ndryshim. Këto javë të fundit i keni parë këto teza të botohen e ribotohen me ngjyrat e partive tjera. Nuk jam xheloz, sepse thënia e mençur e shpreh qartë që kopjimi apo imitimi është forma më e lartë e vlerësimit. Janë kujtu vonë dhe si çdo kopjac që kopjon me sy e me dorë, po nuk e kupton dot programin, kanë një mangësi të madhe. As pensionet e prindërve tuaj, as vendet e punës, as ulja e taksave, asgjë nga politikat që premtojnë nuk mund të realizohen pa premtimin e parë dhe kryesorin, pa angazhimin që na dallon nga çdo forcë tjetër në këto zgjedhje. Angazhimin për të shkuar deri në fund luftës ndaj korrupsionit.